Letë punojmë jo për çdo ditë, po për çdo orë që këtë marrëveshje për bashkëqeverisje që e bëmë sot, ta realizojmë me bashkëqeverisje mas nëntorit me drejtorin Suleiman Mehulli edhe me drejtorët të cilët do të bëjnë punë të mira e të mira për gjithë qytetarët e Vushtrisë, pa dallim, të cilën e dojmë shumë edhe ajo na don neve bashkë sot. Faleminderit shumë. Në emër tim, në emër të kryesisë së Degës Lidhjes Demokratike të Kosovës në Vushtri dhe të asamblezëve që janë këtu me neve, më lejoni që t'ju falenderoj për prezencën e juaj sot dhe të them që ky koalicion, kjo marrëveshje nuk është kundër askujt, është marrëveshje për qytetin dhe për qytetarët e Vushtrisë ekskluzivisht dhe duke qenë një besimtar, unë besoj që e mira duhet më qenë të mirë. Në 2017 lëvizjave të vendosje kam shtetur ndryshimin Vushtri, sot LDK e kthem në Vushtri këtë mbështetje me qëllim që të vazhdohet një ndryshim i domosdoshëm në qytetin e Vushtrisë.